Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mish se u rikthyet. Nëse konsumuam mish më herët, tani besoj jeni gati për një ëmbëlsirë. Okej, krahasimi çalon, por gjithsesi po e pranojmë, po e kalojmë. Sepse Mimoza Selimi e tillë është. Ka mbetur e ëmbël si përpara shumë viteve. Është rikthyer me një klip të ri dhe ne kemi në këtë lidhje Skype. Mirëmëngjes dhe mirë se na u bashkove. Mirëmëngjes. Faleminderit për A kam drejt? Wow. Ky sfond mirë është i jashtëzakonshëm. Wow. E prisja një lidhje, po nuk e prisja kaq bukur. Ke njëri mbrapa që flet telefon, po kjo është tjetër histori. Po mos na e prish momentin tani. Ai brava, po më prish momentin. Nuk ka rëndësi. Nuk dëgjon ai, po thot, nuk dëgjon. E kuptuam, është mëse i qartë. Na kishe munguar shumë me një këngë, të të shikonin në një klip. Faleminderit. Nëse e përkthejmë në Shqip, na kishte marrë malli shumë të gjemi, se kjo e munguara, kjo nuk është se. Nuk është se ka qenë aktive fort në muzikë, apo jo? Po ka vite që s'kam qenë aktive në Shqipëri, edhe për arsye njëra nga kryesoret është se kam humbur vëllezër dhe babin njëri mbas tjetrit, edhe kam qenë në një gjendje tepër të ngarkuar emocionale, shpirtërore, por njeriu që nga i fort edhe duhet t'i përballoj, edhe jeta vazhdon, edhe jetoj për ata. Dhe bën jashtëzakonisht mirë, sepse me muzikën duhet të kthehesh, jo vetëm me një këngë, por me disa. Uroj që kjo këngë të jetë e disata, domethënë që ti ke në plan. Faleminderit Kelly, mbas 10 ditëve do bëjmë promovimin e videoklipit tjetër. Domethënë e paske në plan, pra bëhet fjalë për një album, apo se tani përdoren dhe fjalë të reja? Jo, në fillim me Valin, Valentin Markbukajn. Po. Me Valin e... për një album. E Djemve Detit. Me Djemve Detit, me Valin e Djemve Detit. Sigurisht. Ai është një super kompozitor. Po, pra. Po, Vali është edhe një djalë i jashtëzakonshëm. Shumë i mirë. Është një muzikant i jashtëzakonshëm. Po, është këtë drejtë. Unë kam kënaqësi të bashkëpunoj më spari me njerëz, me të cilët ndjehem mirë, edhe që kanë vlera njerëzore, dhe me Valin ne njihemi prej nuk e di sa, sepse ne jemi të dy lezhjanë. Unë jam lezhjane adoptuar, sepse unë nga jugu. Edhe Vali është lezhjane adoptuar, se me sa di unë, Vali është malsor, dhe ti e ke njohur që në kohën, kur Vali bashkë me Gentin, kryon Djemë të Detit. Tumiri, po. Po pra, dhe... Jo, Djemë të Detit, më falë. Djemë të Detit e ka kryuar Shkëlqim Rusja. Sepse duhet t'i themi gjërat si që janë. Pa tjetër. Por qimi iku në Amerikë, edhe pastaj u mor Vali. E kuptoha. Po Vali është një fat shumë i madh për Djemë të Detit, sepse falë tia, grupi vazhdon edhe sjell perla. Me thënë drejtën, kënga që patën në festival ishte jashtëzakonshme. Domethënë ishte një rikthim shumë i bukur, ndoshta pak ndrimi i stilit për të zëvendësuar atë që është e pazëvendësueshme, që është Genti, por ishte një këngë e jashtëzakonshme. Dhe jam shumë dakord. E jashtëzakonshme. Pra, këngët e tua ka filluar t'i shkruaj Vali dhe kjo është Valentini, pra kjo është lajmi mirë, sepse duhet kemi me siguri një zhvillim të ri në muzikën shqiptare. Si mendon, ta ndjekim pak këngën që ke lançuar? Me knajtësi, që është publikuar dje pas dite, ne nuk e transmetojmë dot në YouTube për hir të drejtave të autorit, por për publikun mund ta transmetojmë në televizion. Ndërsa ata që do na ndjekin nga YouTube-i, të shkojnë te kanali jot dhe ta shohin atje.
Mirë, nuk më rogan surprizat sot, se nuk e prisa që ti ishe ka që rock. Po, bravo. Dakor, dhe ka për Valentin, ti kishe kaluar gati në heavy metal. Shumë bravo. Kelly, unë kam qenë këngëtarja e parë e grupit Djemtë e Detit. Kemi dhe foto në Këtë e dim, por ka që rock nuk të prisja, do më thënë. Po, se shiko, atëherë nuk kishte as kamera, as aparate fotografike për fatkeq, dhe ne nuk kemi mundur të regjistrojmë, sepse kur është krijuar grupi Djemtë e Detit, ne kemi dhënë koncerte që thyeshin dyert. Po, pra Pse? po. Sepse ishte era e lirisë, ishte ajo thyerja e hekurave dhe njerëzit ishin të dëgjonin këngët e huaja, rock, edhe pop në atë kohë, që këndonin në anglisht me, ishte diçka e jashtëzakonshme. Për fat keq, nuk kam asnjë gjë të regjistruar nga ajo kohë. Por janë këtu. Mirë, dakor, duke jashtëzakonisht drejt, për fat keq nuk e, sepse dhe unë do isha shumë kurios të rikujtoja ato kohë të jashtëzakonshme. Por, mimoza, gjithsesi, kjo është një mënyrë e re rikthimi, unë prisja prej te një lloj balade, nuk ma mirë të mëndja që do eksperimentoj kështu. Kemi një foto, disa foto tëndet të tuat me qunat e Djemtë e Detit, por s'kemi regjistrimet. Ndërsa tani, por rikthehesh fuqishëm. Ishte rrit folkët. Jo, ishte edhe me Djemtë e Detit. Ishin dhe disa foto për para, se po japim resht për të tregu se si kanë qenë ato fillim vitet 90. E pra ja. E kupton ato jo. Mua më pëlqen kjo foto tjetër më shumë, po kjo është tjetër histori. E bukur yllje, ma si ka mundësi, do. Thamë që do kemi dhe një këngë tjetër. Po. Nëse kjo këngë fliste pak për qytetet bosh, për persona që janë larguar. E kam tekstin unë të... E ka Kelly tekstin, po, dhe është një tekst fantastik. Kelly, teksti është i Alfons Zenelit, E ka po Fonsi, e ma mi që kemi blet gjithë lesha, me i vendë, më thënë. Edhe kjo i adoptuar në lesh. Citoje pak o lekë, është i mrekullueshëm. Sot në këtë qytet të mbetur shkret, po mbytet kënga jonë. Por dhe vetëm po të mbes, e di që ka një shpres që ndizet si neon. Koa ikën dhe ti si një hije blu nate, ti po shkon, koa ikën dhe ne fatin ton po kërkojmë. Ky është refreni tani, unë dhe ti, dy sy plot lot, shikojmë rrugën e qytetit që janë bosh. Unë dhe ti, fjale pa thënë, po kur të vdesim, val, kush do ta thot. Dhe Fonsi është poet, me thënë drejtën, parësi se këtë gjatë saj periude shkrua më pak poezi, ka një kokë dhëmbje që nuk i hikën. Kur e zë, dhe më thënë, duhet mbyllet diku se nuk duron do të as dritë as gjë, por shkyrë Zoti është mirë me shnetën, se mos bëjmë njerëzit me rrë. Dhe është më pak i pranishëm, se nuk po e lën kjo që të shprehet, po është poet. Është poet brillant. Po, pra. është brillant. Prandaj, kam përshtypjen se kështu do vazhdoni dhe të kënga tjetër, dhe më thënë nuk e di. Po. Je rikthyer për to, por i ke dedikuar dhe një këngë atyre, vëllezërve të babait. Po. Jetoj për ju, quhet kënga tjetër, apo jo? Po, dhe e ka shkruar sigurisht muzikën Vali, dhe tekstin e ka bërë Juliana Jorganxhi. Është kënaqësi bashkëpunimi me Julianën, sepse unë e njoh që në adoleshencën time dhe jemi shumë të afërta. Edhe kur shkova në Itali, shkova dhe e takova. Ne kemi fatin të kemi pena të arta si Juliana, edhe që kemi për mua ngelet e pazëvendësueshme, sepse në fakt të bësh një tekst kënge nuk është aq kollaj. Poezia është tjetër gjë, ti mund t'jesh poet shumë i mirë, po ndoshta për këngën nuk mundesh të bësh diçka. Juliana është e lindur për tekstet e këngëve, sidomos, edhe e ka treguar se ka fituar sa çmime. Edhe për mua i kam thënë ti je monument kulture. Me i ke thënë të vërtetën. I ke thënë të vërtetën. Këto projekte mos janë një shenjë që tashmë do kthehesh fuqishëm me klipe, projekte, këngë?
Koncerte live. Koncerte live, po. Tiko, unë ju them të drejtën, unë i kam bërë këto këngë për shpirtin tim, sepse ndjeja që duhet ta bëja, e kam bërë për vëllezërit e mi dhe për babain tim, sepse pala tyre, unë arrita të bëhem këngëtare, të realizoj ëndrat e mia, të studioj, ishin dhe mbeten, sepse unë jetoj, nuk mundem ta imagjinoj të jetoj pa ta dhe fala tyre avancoj në jetë, ishin forca, krenaria, mbështetja, çdo moment ishin me mua, nuk më kanë lëshuar kurrë. Bisedoja për gjithçka me ta. Dhe nuk kam menduar më gjatë se çfarë mund të bëj më vonë. Dëshira ishte të këndoja, të sillja diçka të re për ata edhe për njerëzit që s'më kanë haruar, që më prekin jashtë mase me dashurinë e tyre, me mesazhet që më shkruajnë, Mimozak Pehu, pse s'këndon, më prek jashtë mase. Dhe nuk e di çfarë do bëhet pastaj se çfarë. Fol koleg, se vetëm ti mund ta bindësh Mimozën që të këndoj. Jo, unë mund bëj vetëm një gjë, do gjën më pasive në botë, do më thjesht e dëgjoj, dhe kaq mjafton, dhe në momentin që ajo zbulon që ka njerëz që e dëgjojnë, që puna ime, ose e shikojnë, ajo do vazhdojë, nuk ka që të bëjë, është destini saj, nuk e ndryshojnë dot. Kështu që... është një gjë, Keli ju the një gjë. Unë kam lindur për të kënduar dhe këtë gjë, se e kam brenda vetes time, që kur kam qenë shumë e vogël. Dhe për këtë falenderoj Vaçezelën, për shpirtin tim, zemrën time, atë divën që e meriton me plot gojën nuk ka, do me thënë dhe që është, ndoshta duhet kaloj një shekull, nuk e dia do vi një Vaçe e dytë. Dhe falasaj ndoqa ëndrën të bëhem këngëtare, edhe Zoti ma solli në jetën time, kem një marrëdhënie tepër të afërt me të. Mirë, Moza, besoj do kemi së shpejti mundësi të rilidhemi, të riflasim. Për këngën e radhës. Për këngën e radhës. Uroj që deri atëherë ai që kem brapa të ketë marrë punë e rregullimit hotelit. Gjithë mirat zemër, miru pafshim, përqafojnë. Unë ju falenderoj. Një puthje nga largë, falenderit. Gjithashtu. Do takohemi së shpejti, pse jo, o të bie ty rruga në Tiranë, o na bie në Zvicër. Miru pafshim e dashur. Mos haronit më tregoni. Asnjëherë, nuk e quajmë me ardh Zvicër pa të lajmëruar ty. Gjithë mirat. Falenderit. Dhe do ngelemi në Zvicër, po thjesht do e sjellim në Shqipëri. Ajna Hoti është pas pak.